Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. E nisëm edhe sonte, data 27 dhjetor. Sa shpejt po ikin ditët edhe netët. Ikin ditët dhe shumë afër ndrimi viteve dhe 3-4 ditë në fundit të tokim. Po, patjetër dhe mbaron kaq shpejt një maraton që besoj e ka kryer misionin e saj qoftë edhe në këtë ditë në cilin ne vazhdojmë dhe japim kartolinë dhe vazhdueshme. Por që ka dhe shumë të tjera materiale që ne do t'i paraqesim, mjafton që ju ruani që ka të besnikërinë. Se dhe ne ju dua më shumë, se nuk do t'ju zhgënjej me gjitha të punë të mirë që jemi duke bërë. Unë jam e sigurt se kemi shumë besnik që na përcjellin, kemi shumë besnik që na presin të vi ora 21, edhe të nisim net, hapim si parin e parë me kartolinat për natën e sotme. Kush do ta hap si parin sonte? Mendoj një artiste sot. Ta nisim një artiste. artiste. Ajo është artiste me atë madhe. Ajo është artiste vërtet tepër e zonja, tepër e talentuar. Me penelin e saj ka zbukuruar gjithë fasadat e qytetit të Shkodrës. Dhe nëse shihni një fasadë bukur me tematikën e fundvitit, dije se kush e ka realizuar? Teuta Laxha. E mrekullueshme, shumë sportive dhe me shumë humor si gjithmonë, ka përcjell këtë kartolinë. Jemi me zonjën e cila e zbukuron qytetin e Shkodrës, një dhe vetmja Teuta Laxha, ajo e cila ka arritur të transmetojë çdo lloj emocioni, çdo lloj feste përmes penelit të saj. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Jam e lumtur që ta tokim e nisim kështu bashk edhe bëjmë një gëzuar për festat e fundvitit. Besoj kjo duhet jetë një periudhë shumë e angazhuar për ty. Mjaftueshëm, pasi kemi porositë të ndryshme në qytet, me rastin e festave për zbukurimin e ambienteve, mundësisht xhamat që janë pjesa e jashtme e vitrinave. Sa është shkalla e vështirësisë këtu? Për mendimin tim futet nga elementare deri tek mesatarja. Nuk mendoj se futet tek e vështira. Pra qëndrojmë tek tornamente tipike për festat e fundvitit, ndonjë babagjysh, ndonjë jingle. Shumë ta kërkojnë ato që kanë lidhje me borën, do thotë, kanë lidhje ndoshta edhe ndonjë element i krishtlindjeve, po më tepër është tek e bardha, tek bora, tek pemët, tek plaku i borës. Si e menaxhon kohën, se sa nga njëri aktivitet tek tjetri, tek puna e përditshme, familja? Atëherë duhet të jesh shumë e sistemuar, duhet të jesh programuar me orar dhe me alarme që trokosin vazhdimisht. Edhe ne që të vjedhim nga koha jote. Kjo është sigurisht për një qëllim shumë të mirë, për transmetuar punën e bukur që bëhet nga Teuta, një punë vërtet fantastike, dhe unë jam e sigurt kudo ku ju shikoni, e dalloni me njëherë penelin e saj, e dalloni me njëherë dorën e saj. Sa të vështirë janë klientët? Varet, disa në përgjithësi unë kam shumë respekt për ata të gjitha ato që më ftojnë, sepse kjo tregon një respekt ndaj punës time. Pra unë jam falenderuese ndaj tyre, por çdo punë ka vështirësinë e vet, është e ditur ajo punë. Si është viti i ri për ty? Viti i ri është unë i gëzohem sepse kam pushimet. Por normalisht është një atmosferë pozitive sepse njerëzit thjesht ngjyrat dhe ngrohtësia e ambienteve të jep një ndjesi, një dritë drejt të mirës, sepse ne po vuajmë shumë me kronikat e zeza dhe lajmeve këto dhe na jep një çik shpresë kjo ambienti festive këto. Edhe frymëzim mendoj për ndonjë pikturë të re, ndonjë punë të re. Patjetër, gjithmonë gjejnë frymëzimet për gjithçka që mund të realizohet. Çfarë është një dhuratë e bukur për ty? Dashuri, mbledhje në familje. Leri këto diplomacira, një dhuratë më thuaj. Po për një piktor janë gjithmonë bojërat. Aty përri. Për një piktor nuk ke nevojë të pyesësh se shkrejt kollaj, çdo material që ka lidhje me bojërat në pikturat është gjithmonë një dhuratë e bukur. Nëse unë të kërkoj, çfarë ngjyre i vendos krejt vitit 2025? Mas ma thuj. Mas ma thuj sepse do i kisha vendos një gri.
Ishte një vit që la pas një vjetorin e vdekjes Martinit, la pas vdekjen një quni tjetër, la pas shumë grindje dhe sherre, dhe do doja që t'ishte një vit jo i zi, po pak të ngri me pak shpresë dhe në vitin tjetër të mos të kishim më lajme tillë. Si me çfarë ngjyre doje ti të ishte viti 2026? Pra, me çfarë shpreson ti që ta mbyllim 2026? Se do takohemi prapë edhe vitin e ardhshëm, ne këtu jemi. Do doja që t'ishte i bardhë. I bardhë. T'ishte i bardhë, qoftë si vit i bardhë, po qoftë edhe me borë, se u thamë që t'binde edhe Ka kohë në fakt që s'ka rënë borë, e vërtet. Mjaft me bora në përgjamat e tu. Let na vjerë, let na borë reale, sepse fëmijëve u duke si kur po flas për diçka abstrakte, kur u flas për borën. Më rrit me një kohë të tillë. Ngrohja globale. Lutet falenderoj shumë për kohën edhe këto momente shumë bukura, por mbi të gjitha për momentet e mrekullueshme që na dhuron 365 ditë. Falenderoj me gjithë zemër. Ju falenderoj me gjithë zemër. Një urim për të gjithë miqtë e Tatokim? Durim, gjithçka zgjidhet. Gëzuar dhe një vit të mbarë të gjithëve. E ke mbyllur me një fjalë shumë të mençur. Të falenderoj shumë. Falenderoj dhe juve.